Kisha jonë mban emrin e dëshmorit të madh Shën Dimitri dhe kisha jonë është rindërtuar nga e para, ka filluar në vitin 2012 dhe ka mbaruar në 2016. Dhe të gjithë sa shikoni këtu, kjo kishë është ndërtuar me kontributin e besimtarve. Kjo tregon besimin e madh që populli ka në këtë zonë dhe që kontribuan dhe vazhdojnë të kontribuojnë për mbarvajtjen e kishës. Dhe siç thash, kisha Shën Dimitrit ka qenë diku pak më në lindje të kishës së re, trulli i vjetër, i cili funksionoi deri në vitin 1967 dhe pastaj nga sistemi ateist i asaj kohe u rrafshua dhe me materialet e saj u bën vendstrehime dhe u përdor në atë kohë. Me ardhjen e lirisë besimit në vitet 1990, në trullin e saj kishe ne kemi edhe fotografitë e saj të rrethuar me drasa, vini të vendi i Gurit të Meshës, të ato që kishin ngelur atje dhe ndizin një qiri. Dhe kjo zgjati deri në vitin 1997, kur një misionar i kishë ortodokse Hat Martin Rici erdhi në zonën tonë edhe u kërkoi njerëzve që të nxirrnin një kandidat për klerik që të vazhdonte jeta baritore në këtë zonë. Trajnari i lirisë, Leondi, i cili kalonte rrugës për në shkuar në Konstantinopol dhe në Selanik, ai sëmurë të rëndë shumë. Dhe aq sa kërkonte që të vdiste, të jepte jetën e tij, nuk i duronte dhimbjet e mëdha. Dhe e morën e çuan te varri i Shën Dimitrit dhe ai atje u shurua, ishte mrekullia e parë. Dhe për nder të tij, Leondi ngriti katedralën e madhe që ndodhet në Selanik sot, ku të gjithë njerëzit shkojnë falen pranë lipsanave të Shën Dimitrit. Çfarë është panajiri që zhvillohet çdo vit pikërisht në kishën e Shën Dimitrit? Panajiri në kishën Shën Dimitrit, këtu fillojnë festimet që sot, ditën e shtunë, me mbrëmësoren, bekimin e 5 bukëve, dhe vazhdon ditën e diel me mëngjesoren, bekimin e 5 bukëve, liturgjinë hyjnore dhe pastaj litaninë e ikonës që bëhet për nder të dëshmorit të madh Shën Dimitrit.